Shqipëria është vendi i çuditërave, një fshat që nuk ka njerëz, por që ka kala. Me pamje 360 gradë të luginës së Kardhiqit. Kardhiqi ka dhe minare, që i ka rezistuar të gjitha korave, madje edhe diktaturës. Nëse doni të shikoni një fshat të lënë në kohë, hajdeni në Kardhiq. Ky fshat realisht është kthyer në një shesh xhirimi lufte, shtëpitë janë shkatruar. Ky nuk ka qenë një fshat i zakonshëm, ka qenë një fshat shumë i zhvilluar dhe njerëzit janë kujdesur edhe për detaje. Shtëpi të mëdha prej guri dykaçe, me porta të lidhura me njëra tjetrën, ku thuaj se ka poshi dilte nga njëra shtëpi deri në majtë të Kodrës. Do pyesni ju, po pse u largua fshati? Ka patur 2 largime. E para në kohën Ali Pash të Pelenos, i cili vrau mbi 700 burra, e dyta pas viteve 90. Ishte për shkak të mungesës së ujit. Këtu jam në qendrën e fshatit ku kanë jetuar 50 familja. Dhe kjo shtëpi ka edhe një sekret, sekretin e Floririt. 12 mushka me Flori janë futur nën tokë. Askush nuk e di, por dim që atë e ka bërë Zoti i kësaj shtëpisë, familja Dosti. Të tërë banorët kanë ikur, këtu ndodhet vetëm një çift. Ameti dhe Fana. Çifti Loçines. Që do thot? Më të mirët në botë. Ua, që gjuhë ishte kjo? Ca shqip, ca grekisht, ca anglisht, e na katosë. Ameti dhe Fana ju mirëpresi në Kardhiq me qumësh dele, dhije, raki, fish të thatë. Fish të thatë. Edhe në një kesë qinj nëse doni bio, ja bio i kanë gjitha të mali. Edhe turshi po doni, dhe turshi. Patërgjale turshi.